65.7 milion eurot që Maqedonia e Veriut përfitoi nga Komisioni Evropian në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor konsiderohen si një konfirmim i progresit reformues dhe avancimit të vendit në procesin eurointegrues nga ana e autoriteteve. Zëvendës kryeministri dhe ministri për eurointegrime, Bekim Sali, theksoi se ky vlerësim pozitiv nga Brukseli është rezultati i punës së koordinuar të institucioneve shtetërore dhe i përkushtimit për të zbatuar reformat në praktik. Ai bëri të ditur se gjatë periudhës së tretë raportuese janë dorëzuar 21 hapa reformues. Nga këto, 16 hapa janë vlerësuar pozitivisht nga ana e Komisionit Evropian, ndërsa ajo që është veçanërisht domethënëse është fakti se 3 hapa janë realizuar para afatit kohor. Kjo tregon qartë se institucionet tona nuk punojnë vetëm për të arritur afate minimale, por janë të angazhuara që reformat të realizohen me kohë, me seriozitet dhe me vizion afatgjatë. Në këtë cikël, monitorimi janë ndjekur gjithsej 44 hapa reformuese. Ai sqaroi se nga shuma totale prej 65.7 milion eurosh, 30.6 milion do të derdhen drejt për drejt në buxhetin shtetëror. Nga 65.7 milion eurot e siguruara, 30.6 milion euro do të transferohen drejt për drejt në buxhetin shtetëror. Ndërsa pjesa tjetër do të shkojë për projekte zhvillimore dhe investime strategjike përmes kornizës investuese në Ballkanin Perëndimor. Kjo nënkupton më shumë investime në infrastrukturë, në energji, digitalizim, arsim dhe zhvillim njerëzor. Duke bërë krahasimet në përfitimet e shumave të përgjithshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë dhe faktin se Shqipëria ka përfituar më shumë mjete, Sali tha se dy vendet kanë karakteristika të ndryshme dhe nuk mund të krahasohen. Ndryshe, në kuadër të planit të rritjes, Maqedonia e Veriut deri më tani ka përfituar gjithsej 142 milion euro, ndërkaq Shqipëria ka përfituar 212.8 milion euro.